Në komunën e Postribës, e cila mban titullin e lartë Nderi i Kombit, u përkujtua sot 68 vjetori i kryengritjes së parë antikomuniste në Shqipëri, të njohur si kryengritja e Postribës. Në ceremoninë e rastit ishte edhe presidenti Bujar Nishani, i cili vlerësoi qëndresën antikomuniste të banorëve të zonës. Korrespondenti i Zërit të Amerikës Pullum Sulo njofton. Komuna e Postribës, të cilës disa vite më parë ju dha titulli i lartë Nderi i Kombit, përkujtoi sot 68 vjetorin e kryengritjes antikomuniste të kësaj zone, kryengritje e cila cilësohet si e para kryengritje antikomuniste në Shqipëri. Në ceremonitë e rastit mori pjesë edhe presidenti i Shqipërisë zoti Bujar Nishani, i cili vlerësoi kryengritjen antikomuniste të Postribës si një sfidë monumentale me përmasa gjeografike modeste, por me një rëndësi kombëtare. Gjatë 10 viteve, theksoi presidenti Nishani, propaganda dhe historiografia komuniste bën çmos që kryengritjen antikomuniste të Postribës ta manipulonin dhe t'ia zhduknin gjurmët. Fakti, të dashur motra dhe vëllezër, që përkujtojmë sot një sfidë madhështore antikomuniste të 10 viteve të shkuar, nuk do të thot as pak se ne po jetojmë me kokën prapa si qëllim në vetvete. Jo. Por ne kokën prapa e kthejmë dhe do ta kthejmë. Sa herë historia na kujton dhe sa herë kujtesa na e kërkon. Për kryetarin e komunës së Postribës, Fas Shabajn, kryengritja antikomuniste e Postribës është rrjelloje e pakënaqësisë popullore të krijuar me ardhjen në pushtet të komunistëve, të cilët tha ai mohuan të gjithë të drejtat dhe liritë njerëzore. Në periudhën nga pakënaqësia që u tregu në vitet e para të instalimit të diktaturës komuniste, populli kuptoi se këto nuk kanë ardhur me qëllim për të instaluar një shtet demokratik, por një shtet diktatorial, ku mohonshin të drejtën e pronës, të besimit e tjerë demokracisë. Atëherë populli i Postribës e kuptoi në shtaj pari dhe u quhet që ta kundërshtonte këtë regjim me armë në dorë. Në shkimi pasojat ishin të mëdha, pati 10 të pushkatum, qindra të burgosur, djegje shtëpiash me gjithë pasuri e tjerë. Ndërsa për kryetarin e shoqatës antikomuniste të ish të burgosurve politik, Simon Mirakën, përkujtimi i kryengritjes antikomuniste të Postribës është një rast tjetër për të dënuar krimet e komunizmit dhe për të nderuar viktimat e diktaturës. Është lëvizja e parë antikomuniste në Evropën lindore, është faqja e ngritur në historisë së popullit tonë. Besoj se me gjakun e tyre ata kanë shkruajt faqen më të ngritën të historisë tonë. Qofti i përjetshëm kujtimi tyre. Kryengritja antikomuniste e Postribës nisi me 9 shtator të vitit 1946 në përpjekje për të kundërshtuar me armë vendosjen e regjimit komunist në Shqipëri. Por shumë shpejt ajo u shua me dhunë pas një terrori të egër komunist, pasojë të cilit ishin 18 burra të pushkatuar pa gjyq, 30 shtëpi të djegura dhe 10 banor të internuar, një përsekutim ky i gjatë ndaj pjesës më të madhe të banorëve të Postribës. Për Zërin e Amerikës, nga Postriba, Pullum Sulo.